në objektin e Innovation Center of Kosova bombohet një meetup me shumë tri të cilët sot kanë me marrë informacione konkrete për prezencën dhe ambasadorët e aplikacionit kursor në Kosovë. Për krejt zhvilluesit dhe inxhinierët softverik, kursor është i njohur për inovacionet dhe funksionimin e saj me inteligjencën artificiale. Çka po sjell ky meetup e shohim përmes pamjeve gjatë kësaj ngjarje. Jam shumë i gëzuar që kena mujtë me pru një event tillë në Kosovë. Kursori kam i marrë eventin e parë e këtë Ballkanin në Kosovë. Kena mundu që minimu trive, qysh mi përdor kursorin në punën e tëne, që mi zhvillu ma shpejt edhe më konë ma eficient. Ta trit këtë që shpeshen e januar që me pas enda treja qysh mujnë mi shfrytzu kursorin, qysh mujnë me zhvillu ma shpejt dhe qysh mujnë minimu punën e tëne. Potenciali është shumë i madh. Këtove që kena kallëzu tash me punë already, kursori që është tash edhe ma herët përmes eventeve të tilla ka interes shumë madh. Edhe Kosova shihet si një innovation hub në Ballkanin perëndimor. Për neve është klasi e madhe, për shkak se kemi në vitin e 14 që ICK është një koqire në ngjarje të tilla. Edhe për neve është shumë me rëndësi që ne gjigant si kursori, gjigant global i AI-t, ka në Kosovë, nështë jo fizikisht, po përmes brandit vetë, edhe parëm që 200 e sa vetë poshtë të regon që ky komunitet është në rritje eksponenciale në Kosovë. Tash e kemi kampin e AI, që e bujmë na plug and play dhe SCP prej Amerikës, ndodhë në datat 20-24 tetor, kemi pas 5 ditë plot aktivitete, folës prej Amerikës, Evropës, ekspertë dhe vendor, që kemi diskutu për Agentic AI, që është një prej paraleleve të AI-t që tash është më në trend.